përshkon Shqipëri, midis ëndrrës europiane dhe realitetit mafios. Shqipëria sot nuk po ecën drejt Europës, po ecën drejt humnerës. Në vend të një shteti që afrohet me vlerat europiane të drejtësisë, meritës dhe transparencës, po krijojmë një karikaturë të demokracisë, një republikë familjare ku pushteti ndahet jo me votë, por me lidhje gjaku, misie dhe interesa mafioze. Një shtet i kapur nga duart të pista. Shteti shqiptar sot nuk është më pronë e qytetarëve të tij. Është pronë e një grushti njerëzish që kanë ngritur një sistem të mbyllur pushteti, ku gjithçka kontrollohet, tenderat, drejtësia, mediat dhe madje edhe ndërgjegjja publike. Në këtë vend nuk ecën ai që punon, por ai që i shërben. Nuk ngjitet lart ai që ka ide, por ai që përkulet. Krimi i organizuar nuk është më në hije, është ulur në tavolinë me pushtetin, në shumë raste e drejton atë. Kur drejtues policie, deputet dhe ministra dalin në dosje hetimore ndërkombëtare, por sërish qëndrojnë në karrige si të paprekshëm, çfarë mesazhi po i japim qytetarëve? 1. Që ligji nuk vlen për të gjithë. 2. Që Shqipëria e vërtet nuk drejtohet nga shteti, por nga rrjetet kriminale që kanë veshur kostum politik. Drejtësia që s'vendoset kurrë. Reforma në drejtësi, e cila duhet të ishte drita në fund të tunelit, është kthyer në një tunel më të errët se më parë. Kemi një sistem drejtësie që pret kokat e vogla për t'i treguar botës se po punon, por mbyll syt përpara kokave të mëdha që e kanë vjedhur, grabitur dhe poshtëruar këtë vend. Shqiptarët e ndershëm sot janë më të pasigurt se kurrë, pa mbrojtje, pa shpresë, pa një dritë realisht europiane. Sepse drejtësia nuk ka vendosur ende drejtësi, ka vendosur balancë politike. Nepotizmi, virusi që po vret çdo të ardhmen. Në çdo institucion, në çdo bashki, në çdo agjenci, shohim të njëjtin fenomen: fëmijët, kunatat, vëllezërit, motrat dhe kushërinjtë e pushtetarëve. Në një vend ku universitetet nxjerrin mijëra të diplomuar të papunë, çdo konkurs është thjesht formalitet, një lojë e pisë që dihet kush e fiton që para se të shpallet. Kjo është arsyeja pse rinjia ikën, jo nga mungesa e dashurisë për vendin, por nga mungesa e shpresës për drejtësi. Europa? Një fjalë që përdoret vetëm për marketing politik. B është kthyer në justifikim, jo në objektiv. Qeveria përdor retorikën europiane si fasadë, ndërsa në prapaskenë mbjell korrupsion, manipulim dhe pasuri të pajustifikuara. Si mund të ecim drejt Brukselit kur në Tiranë çdo kontratë publike është një pazar në dorë? Si mund të jemi europian me një elitë që fshe parat në parajsat fiskale ndërsa shqiptarët mbeten pa strehë dhe pa punë? E ardhmja e një populli peng. Shqipëria po mbahet peng nga një kast që ka frikë nga ndryshimi. Ata e dinë se një drejtësi e vërtet, një media e lirë dhe një shoqëri civile e fortë do t'i nxirrnin lakuriq para popullit. Prandaj e mbajnë vendin në varfëri, në pasiguri dhe në frikë, sepse një popull që lufton për bukën e gojës nuk ka fuqi të kërkojë drejtësi. Në vend të përfundimit, pyetja që na ndjek të gjithëve: ku po shkon Shqipëria? Nëse vazhdojmë kështu, drejt një bote ku pasuria, jo morali, përcakton vlerën e njeriut. Drejt një bote ku qeveria është në krah të krimit, jo të qytetarit. Drejt një bote ku Europa është ëndër, por mafia është realitet. Shqipëria nuk ka nevojë për premtime të reja, por për një shkundje të madhe morale e politike. Sepse për të qenë vërtet pjesë e Europës, duhet së pari të shpëtojmë nga ata që e mbajnë Shqipërinë peng.